Kreu i PD-s Sali Berisha zhvilloi sot një miting elektoral përmbyllës për zgjedhjet e 11 majit në qarkun e Elbasanit, ku ngatroi pozicionin politik të deputetit Omor Alizoti, i cili aktualisht është kreu i qarkut e Elbasanit, por Berisha mendonte se ishte akoma në Berat. Nga ana e tij, mësuesi nga Lushnja Omor Alizoti kërcënoi socialistët që të mos prekin demokratët, duke ju drejtuar se juve do ju ham t'i gjallë. Ju që doni të shkatroni Shqipërinë, ju analfabet, ju maskarenj, do ju ham t'i gjallë. Doktor jepi se ty të kanë më shumë frikë, tha Alizoti duke u fshehur pas doktorit. Doktori ka dhënë prova në vrasje, grusht e shteti, djegje kur ishte i ri dhe në vjedhje kur vjetrua, ndërsa bëma e vetme deri më sot e mësuesit 50 vjeçar nga Lushnja është blerja një shtëpie 128 m2 në Tiranë për 100.000 lekë.